Nuk kemi lyp falimderim as mirënjohje mbrapa. S'paku mirësjellje po. Nuk e kemi gjetë. Edhe nëse i bojmë të dy bashk, edhe provojen e bashkëpunimit, edhe provojen e qeverisës bashk, sa do pak ditë që në konë, edhe mandej raporti opozit, ka bo me na tregu si qartë, që e fështirë ka qenë me besu që mundemi me ndërtu institucion stabil, funksional, edhe afat gjatë kuptim mandatës, jo ma shumë. Në anën tjetër, raport me PDK-n, ne nuk e kemi pa rolin tonë në ndërtimin e qeverisës pakicës, kundraj një shumicët madhe politike. Dallueshme politike, kjo është realiteti që u pa. Jo që s'mundesh me numra me ndërtu, sepse jo numra gjithmonë ta japin legitimitetin, vetëm legitimitetin e nuk je funksional në zbatim të agjendës shtetit. Kur ka qenë nevoja me votu për shembull presidentën, me evitu kriza, nuk e kemi bo për shkak frikës, e kemi bo për shkak konstruktivitetit, shpirtit konstruktiv që e kemi tregu, kemi dash me përballu një sfidë me pragmatizëm. Kjo është herën e fundit LDK që tregu pragmatike. Edhe ma vonë nuk kem tregu pragmatizëm as raport me partinë e parë, as raport me partinë e dytë që ka dalë nga zgjedhjet e kalume. Kemi pas arsyet, kemi dalë me qëndrimet mesme, me opcion. Kemi besu që një 12 mujor, 9 mujor, Kosovës bashkarisht duhet mi dhanë oksigjen politik. Sepse agenda që s'pako është në zyre të presidentës sonte, edhe të kryeministrit në detyrë sonte, ka 2 vite e gjysë që po pretë me hynë Kosovë në zbatim. Është e ranë, politikisht nuk mund një njeri dhe një parti, as një qeveri me bo vetë. Për te partive politike kërkon konsenzus ma të gjonë edhe me shoshnin civile edhe me aktert e tjerë, po s'pako partit politike duhet ndërtoj mekanizma. Kjo nuk na u besu, jo na me qenë lider të ati opcionit tonë, na me qenë pjesëmarrës, si që thash ma herët, nuk na u besu, është refuzu, pa e u lexu, pa u diskutu, është refuzu me një rend për mes sejmenve politik, edhe jemi këtu ku jemi tash. Qka duhet me prit për te inistitetit, është, nëse lexojmë sloganin, më të shumë për, se na pëjdim, për kujt ka do sloganin, nuk është... Nga kush dhe? Jo, nuk është slogani, është nga komunikimi i kryeministit në detyrë me kryetarin e Leposavicit. Në konventën e vetëvendosjes, kryetari i vetëvendosjes thotë, unë e kom thirrë kryetarin e Leposavicit i kom thonë, mos shope, më ka thonë kryeministri, unë po tu da ti për shope. Kështu që në situatë tillë, Zotin Peci. kur shon